Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allah në zhjele falendrojmë, salavat e selamat pejgamberit alayhi salatu wa salam e dërgojmë. Vazhdojmë me kapitullin e gjenazës, ku do të flasim për rregullat e bartjes edhe të varrosjes të vdekurit. Për ma shumë në lexon hoxha i dashur Muhamedi Bojram Efendi. Bismillahirrahmanirrahim. Autori thot, kur gjenazën ta bartin nga teneshiri shtrati i larjes, e kapin për dorëze 4 persona. Kjo vërtetohet me thënien e Abdullah ibn Mesudit radhiyallahu anhu, i cili thot, nga suneti është që gjenazja të bartet nga të 4 anët e tij. E ky veprim konsiderohet nder për të vdekurin, mbrojtje të kufomës, për të mos rënë në tokë dhe lehtësim për ata që e bartin gjenazën. Pra, mas paku duhet 4 veta me bart në 4 anët e atij teneshirit ose më thonë drasës ku bartet gjenazja. Është përmend 4 për të pas stabilitet të gjenazja, se për shembull, nëse do ta bartnin 2, atëherë ka mundësi me ra, po me bajt një me kap në shpinë me bajt, s'bata po të me një. Atëherë çka 4 veta në të 4 qoshet e asaj drasës që bartet. Po nëse bartin ma shumë, themi nuk ka problem, nëse ka nevojë. Ndrimi të na është bërë përpara tash, po e bajnë me furgona, me kombi. A ka problem? Nuk ka problem edhe kjo inshallah taala, sidomos nëse janë varrizat larg, por pse po përmendet me u bajt në dorë, për ta nderu gjenazën ma shumë edhe për me fitu sevape ata të gjallët. Prandaj përpara të na kur i kanë bajt në dorë janë ndru shpesh. Janë ndru shpesh, kur e ka kap njëri përpara, pastaj kur ka ardhur tjetri me nxon venin, ka dalë e ka bajt mrapa. Pastaj janë ndru, pra njerë ka djatha para mrapa, majta para mrapa. Ka raste kur e bajnë ma shumë, domethënë 6 veta ose njëri e bën në fund, nëse është me peshë të madhe gjenazja. Pra në parim 4. Me e bajt në dorë mirë. Nëse ka mjete tjera, thash furgoni kështu me radhë, edhe po besoj që nuk ka në ndalesë. Po. Autori thot, shpejtojnë me të pa trokje. Transmetohet nga Ibn Mesudi, i cili ka thënë, e pyetëm të dërguarin ton Muhamedit alayhi salatu wassalam për ecjen me xhenazën, e ai tha, shpejtoni por pa trokje. Xhenazja përcjellet nga xhamati e nuk e përcjell xhamatin, nuk i paraprin asgjë asaj. Po, pa trokje, domthonë jo shpejt, sikurse shpejt është fjala, ajo trokje është fjala krup, ata ushtarët kur ecin shumë shpejt, domethënë kalojnë nga normalitetin në diçka nuk e din ti a është të ec, a mos them të vrapu, domethënë një lloj mes ecës edhe vrapimit ngutisë. Bën me ec pak më shpejt se normal, se kemi hadith tjetër të pejgamberit alayhi salatu wasalam të saktë që thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shpejtoni me xhenazën. Shpejtoni me xhenazën. Se nëse është i mirë, jeni të equ tek shpërblimi, nëse është i keq, jeni të uratu prej tij. Kjo shpejtoni me xhenazën nuk është vetëm për qëllim ecja me të shpejt, por është për qëllim edhe lamja, çafinosja sa më shpejt. Falë namazit, si ceremoni e përgjithshme kryne më shpejt. Aty hyn edhe ecja. Prandaj është edhe ka qenë traditë edhe na kur i kena bajt në Kosovë na ndorë, se tash thujse 100% janë me furgona aty bajt, kanë ecë pak më shpejt se sa normal, po jo deri te me kalu te, po them kështu, te vrapimi, nëse mujmë, pra në ecë pak më shpejt se normalja. Po. Edhe falë pak. Thot edhe ndiqeni xhenazën e mos esni përpara. Pra jo xhenazës me i paraprin, po xhenaza me i paraprin xhamatit. Kjo është më heshëm, më bukur edhe domethënë kur është xhenaza përpara njerëzit e shohin edhe marrin pak mësim prej kësaj situate, se njohin njërin ç'është ka jetuar etj, dhe kjo është ders, mësim për ta. Po. Autori thot, e kur të arrin te varri i tij, është mekruh për xhamatin të ulen para se xhenazja të lëshohet në tokë. Sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam qëndronte në këmbë derisa xhenazja të shtrihej në tokë. Për arsye se ajo ndiqet nga xhamati, apo ndoshta ka ndonjë nevojë për ndihmë. E kur xhamati të kuptoj se nuk ka më nevojë për ndihmë, xhamati ulet. Pra,
kanë shku të varezat, sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mas më ul para se me u stabilizu gjenazja në varë. Dhe më thonë, këtu praktikohet paka shumë të na, që kur lëshohet gjenazja në varë, ullën njerëzit. Çfarë themi? Ne themi, nuk është e përcaktume është lëshu në varë, apo janë vu drasat, apo s'janë vu, apo ka fillu dheju. E rëndësishme, ulesh në atë momentin që e sheh se gjenazja është rahatunja, edhe dyta nuk ka nevoj për ndonjë ndihmë të madhe, janë që ta 5-6 veta që për kujdesen. Besa, është edhe një këshill që kam dëshirë me dhonë, xhamati është mirë me nejtë pak ma largë, kur ta ma largë, jo me dhe nejtë 10 metrë largë. Po edhe jo me shku, dhe me thonë, në Turi, aty në punëtorëve, që ata mos me mujtë me lujtë kacin, lëpatën, ose mjetë të tjera, për shkak që xhamati kanë hyrë përmi, dhe me thonë, varrit. Me nejtë pak me kujdes, kush ka nevojë me shku mu afru, sidomos ata që kanë përvojë. Tena është tradit kur të lëshohet gjenazja në varë, fillojnë me ul njerëzit. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qëndruar në kam derisa është rahatu, po themi kështu, është rahatu gjenazja. Autori thot, ecja pas gjenazës është më e preferuar, për shkak të transmetimit që e përmendëm më parë. Po. Autori thot, varri hapet dhe piketohet. Pra, hapet varri, pastaj në njërin anë gërmohet në mënyrë të pjerrët që të vendoset gjenazja. Këtë e vërteton hadithi pejgamberit a.s. I cili thot, hapja e varrit në mënyrë të pjerrët është për ne, kurse hapja e thjeshtë është për të tjerët, sepse ky është veprimi i hebrenjve, e për ne është sunet të mos veprojmë si ata. Mirë. Piketohet, ka thonë që ashtu. Po. Në shonë si fjalë për herë të parë pajni. Është për qëllim para kamerës edhe, dhe më thonë varri normal dhe varri me lahd. Lahd, dhe më thonë, varri normal është që kënat që qelim të poshtë që shto. Edhe lëshohet gjenazja drejt poshtë në varë. Pra, varri lëshohet gjenazja. Kurse për zgatu, po thëmë tash, koka ne, kamët shamëll kënej. Lahdi është qelet varri kështu, pastaj i bëhet një kthes. Një kthes si shkronja, L. Edhe mirët i vdekuri, edhe kur lëshohet futët si në lloj tunele. Pastaj vendosën do tulla ose gur ose diçka, banë edhe drasa nëse s'ka. Ky ka hive gjenazja këtu te leja. Edhe pastaj mushet varri me dhej. Që përmi kur qëndron ti përmi varr, edhe pse është dhejo çtu, në fakt gjenazja është pak më knejnë e shtime. Po ka mundësi edhe tjetra. Jo si lë, po kanë janë anë drejt më qelë varri, kanë janë anë pak se kështu. Edhe dhe më dhanë me shti gjenazën aty, pastaj me vendosë. Kjo është sunet, e lahdu lena. Dhe më dhanë që kjo forma les piketimja, si ta quj, është për neve. Kjo është sunet i pejgamberit alayhi salatu wasalam, këtë formë me u, varos gjenazë. E që veprohet të na, pastaj vendosën drasat, është përsem që nuk ka problem, por kjo ka qenë traditë e hebrejve dhe ndoshta të tjerëve, nuk e di tjetër kuj autori përmend hebrejt. Ndoshta kundërshtimi normal është më i mirë, sepse gjithmonë pasimi i sunetit është më i mirë se sa pasimi tjetër kuj. Autori thot, i vdekuri lëshohet në varr nga ana e kiblës, kurse personi që lëshon gjenazën në varr thot, Bismillah wa ala milleti Rasulillah. Gjenazën e drejton me fytyrë ka kibla. Bismillah wa ala milleti Rasulillah. Bismillah në emër të Allahut, edhe sipas mësimeve apo sipas parimeve dhe besimit edhe ndjekjes së ummetit, pra na jemi ummeti Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, pra pelshojmë bismillah për herë të parë këtë gjenazë këtu, këtë trup, që ka dalë njërin këtë botë, edhe e kanë lexuar për shembull shahadetin ose ezanin në këtë botë, po ashtu kur ta dërgojnë për botën tjetër, po them, lëshohet me bismillah, edhe vazhdo të lënë në amanet të Allahit me mësimet e ummetit Muhamedit alayhi salatu wassalam. Po. Gjenazën e drejton me fytyrë ka kibla në krahun e djathtë. Pra, veç pak. Kur thamat lahdin, piketimin që më thonë, nuk lëshohet gjenazja sipas këtij kësaj lloj varrosja, vendosja, nuk lëshohet me shpinë tokë. Tash unë po demonstroj pak kështu me, po lëshohet pak si në krahun e djathtë, fytyra pak si ka kibla. E tash çysh menajt ai sa e bjen, i vendosën mrapa, për shembull 2-3 tulla, po çujune, tullat
si ato tullat e kuqe, ose dhej, ose diçka, bon në atë formë që më nejt ai pak si në krahun e djathtë, i shtrin xhenazja. Po. Duke ngritur pak shpatullën e majt. Po. Kështu mësohet nga transmetimi nga Zeid ibn Ali, ky nga babai i tij, nga gjyshi i tij, nga Ali ibn Abi Talib, se vërtet ai ka thënë: kishte vdekur një burr nga fisi Beni Muttalib. E në varrimin e tij prezantoi edhe i dërguari i Allahut dhe tha: "O Ali, drejtoje atë nga kibleja, dhe të gjithë ju thoni Bismillah wa ala milleti Rasulillah, në emrin e Allahut dhe në rrugën e pejgamberit të Allahut. Vendoseni në krahun e djathtë të tij, mos e ktheni përmbys, e as mos e shtrini në kurriz." Të afërmit e femrës nga gjaku kanë më shumë përparësi për lëshimin e saj në varr. E nëse ata nuk janë, atëherë e lëshojnë të tjerët. Në varr nuk hyn femra. Pra, femrën, akrabat e saj, kur themi akrabat, shall baba, vllau, djali, agja, gjyshi, mbarët kanë i ka prej akrabave të familjes, po, bashortë, i burri, e kështu më radhë, nëse jo, atër banë edhe njerëzit e tjerë. Po, grata se si jo, gruja, zban me varos grun, po flasim në kushte normale. Me një gratë me varos grun në varë me bajt, jo. Po, vazhdo. Autori thot: mbulohet varri i femrës me një pëlhur derisa të vendosen gurët në varr, por nuk mbulohet varri i mashkullit dhe i vendosen radhitën gurët mbi varr. Ajo është për mos më u dukt, mos më dallu trupi i saj si lloj, edhe kur të bëhet xhenazja në teneshir, domethënë në ato forma tash thuaj çka dush. E rëndësishme mos mu dallu, kur të falet xhenazja mos mu dallu shumë trupi i saj, sepse ka raste kur të mështjellën me qefin, mu dallu një pjesë, dhe mas pjesa e gjoksit saj, me pas kujdes, janë do vene ku vendosin një lloj mbuloje për mi, dhe më thana, është ma mirë. Edhe aty të vori ka përmendu anë autori që me mujtë me mbulu me diçka, gjithmonë nëse ka nevojë. Sepse çështjet e tyre ndërtohen mbi parimin e mbulimit, atë sa preferuan edhe sëndukun për femrat. Autori thot: vendosen radhitën gurët mbi varr, sepse kështu është vepruar me varrin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Autori thot: pastaj hidhet dheu mbi të. Pra gurët është për qëllim masi të xhenazja të poshtë, jo masi o qitë dheu, halas o qitë dheu. Ka një xhenazja, ka një të ajo shkërë një halet që thamë, të lahide, janë vendos dhe gurë, pastaj që dëman direkt dheu mës me prek trupin. Po më konë do gurë, penges, si të nata që i vendosim drasat këtë formë, mës me prek dheu direkt trupin, që ashtu janë vendosë kotë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gurët. Po. Autori thot: pastaj hidhet dheu mbi të, sepse kështu është sipas sunetit dhe kështu është trashëguar. Autori thot: dhe lartësohet varri mbi tokë në formë gunge. Kështu. Ka dheu kne, kena hu dhej. Dhe më dhanë, wa dhirë wa të senami l'islam, e gjatë fisabilillah, kulmi, që më dhanë intertesës e islamit është gjihadi. Kulmi, që ka ju sennemu l'kabr, senem, dhe më dhanë jo sanem është i dhe pensim, senem, është aja kulmi, që shtu dhe më dhanë bëhat, në reqët varri, në këtë formë, edhe jo. Nuk bëhat 4 orë, për shumë, pa e nëzajmë që po mujmë me bëhat 4 orë, edhe jo ndë që është jo, për mi tokë po, bëhat në këtë formë. Po. Varri ngrihet në një lartësi prej 4 gishtash, ose një pëllëmbë. A kuptuat sa rëndësishme është kjo? 4 gishta ose një plam, për mi tokë, ose një plam. Jo më që dhe më dhanë aty me bëhat gjysmetër, e ko e disa, e masanin atë qëtë mërmirat, e banë ata, banë këta, kush ka dekë, se ka një uftën së mahalla vetë atë filanin, vorin e ka mba pëtën si mu pas kanë mrejti, ku e di kuja më pëtën. Po. Si që transmeton Buhariu në sahihun e ti, nga Abdullah ibn Abasi, se aji kishte parë varrin e pejgamberit alayhi salatu wassalam të lartësuar në formë gunge, nga se rafshimi është veprimi i thtarëve të librave të shpallura. Edhe jo me rafshu kret, sikur se në për filma në kina pa në Amerikë, ose ku e di qka së s'kemi qanë atje, edhe kretë është rafsh, veç të koka një, ja vendosin ata një, ma thonë kështu një mermer, dhe ma thonë, dhe kretë livadë aty. Edhe aty jam një, qka i shkrujnë ata. Qka themi na, mu dalu, pak mu konë për mi tokë. E ta shaj dheu me kalimin e viteve,
Mundet mu rafshu. Çka bëjmë na? Mujmë mi vendos do gur rreth varrit, gur të mallësisë kaq, domethënë një pllum që mes që aty në gurëve pastaj me shkuar pas here me e quajmë në gjuhën popullore me përtrin varrin, me rregullu. Por mos me caktu kohë, datë të veçantë për ripërtrirjen e varrezave. Për fatkeq siç është e njohur te një pjesë e popullit, ku shkojnë në natën e Kurban Bajramit, e cila i vjen dita e Arafatit. Shkojnë patjetër krejt katuni me shata ose domethënë mjetë të tjera në krah edhe mi bë gati varret po për Bajram. Edhe nëse nuk shkon, ku na kena qenë në moshë të re, edhe disa nga të afërmit tanë, kur e shifnin që na nuk po shkojmë natën e Bajramit, na akuzonin se na nuk po i dojmë të vdekurit tanë, edhe na pastaj kur i thonim për herë të fundit kur ke dhënë sadakti për babën tanë, për gjyshin tanë, nuk e di. Kur ke bë doati për gjyshin tanë, jo se di, unë kum bë para gjysore namaz. Unë e bëj 5 herë në ditë për ta namaz. Kur falmi, gjithë bëjmë doa për të vdekurit tanë. Edhe në këtë formë domethënë, pastaj i nal ata. Autori thot, nuk është e pëlqyeshme që ndërtimi i varrit të bëhet me allçi, gips, tulla dhe drunj. Dijen ato s'kem që me folë domethënë po. Sepse këto elemente janë afatgjate dhe për zbukurim, e varri nuk është vend për kësë gjërash. Po nuk po themi as me hub, po as mos me pasu qëfart, jo muslimant, edhe nuk jemi për me bë argjime, as për me bë dallimet që me kalu ato pastaj, ose në madhrem, ose me madhrem do anë, që ky vorri, ky do të më koni shajt, me fillu me udhëru stakfrulla njerëzit. E as në shtymjen njëri me tjetrin. Vorri babës tanë që shka me i të ashtu, s'për të janë marrë, që rune që këmë bë vorën e babës tanë, a kupton tani ti me të arë marrë, me uqu dhe ti me e bë, ose për inati, ku e di qka mu shty njerëzit. Po. Autori thot, nuk është e pëlqyeshme të varosen 2 gjenaze në një varr, me përjashtim nëse është e domosdoshme. Atëherë mes tyre ndahen me dhë, që të bëhen si 2 varre. Po, është fjala, 2 kanë dek 2 gjenazë, 2 vetë më njëherën fjala, se nëse njëri ka vdek para 10-15 vjetë është varros, tash po varroset i dyti, inshallah s'ka problem, kemi thonë vendosën pak anash ishna, nëse ka ishna, ama nëse duhet 2 me vendos më njëherë, atëherë, kështu ka vepru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në betejën e Uhudit, kur ka pas shumë gjenazë dhe kanë qenë të lodhur dhe të plagosur, sahabët që kanë qelë varre, ka vendosë domethënë atë mas parin direkt në tokë, ata që din mas shumë të Kur'an. E ka vendosë, pastaj vendoset një shtresë dhe 10-15 cm, 20 cm, sa mos me prek gjenazë trupi me trupin, për mu konsideru si kurse 2 varre ma shumë. Po. Autori thot, nuk është e pëlqyeshme ecja shkelja mbi varr, ulja dhe fjetja mbi varr, si dhe namazit e varrit, sepse pejgamberi alayhis salam i ka ndaluar këto veprime dhe se kjo paraqet fyerje për të. Nuk themi, thot autori, nuk është e pëlqyer, themi është haram një gjë e tillë, sidomos namazi në varreza është haram. Shkelja mbi ta, përdhosja, quhet përdhosja ose ulja mbi ta. Po. E kemi këtu një mesele, nëse veç që ka bën dikush me mermer varrin, e ka bën, ka pyet ty as se ka një, ka bën ai. Tash a bën me ulç aty për shkak ka rast kur plesht s'mundën me nejt kur shkojmë me varros. Unë e tham po, është e lejuar inshallah taala me ul aty, në ato mermere se zaten ato nuk janë pjesë e varrit. Pjesë e varrit është ai dheju në mes, që tash veç është rrafsh për shkak të atyre kufizimeve, po inshallah nuk ka problem nëse ulet në atë mermer. Po. Autori thot, nëse muslimanit i vdes një i afërt që nuk është musliman, e lan atë ashtu siç e lan robën nga papastërtia, e mbështjell me një robë dhe e vendos në një varr, sepse muslimanin është i urdhëruar që të mbajë lidhje farefisnore dhe për shkak të afërsisë së tij që të mos e braktisë e ta hanë e gërsirat, por nuk e fal namazin e xhenazës së tij, sepse falja e namazit konsiderohet shefat, e atij nuk i takon shefati. E nëse dëshiron xhenazën, ja jep idhtarëve të fesë së tij, që ata të veprojnë me të ashtu siç veprojnë me të vdekurit e tyre. Pra nëse besimtari ka një akraba, kushëri, vëlla, diçka Zoti na ruaj, apo jo besimtar ose kur ka pranuar Islamin ata janë musliman, atëherë nëse i ka vdek ai akrabaja, e merr elan, po jo në atë formën e guslit, po i alshon ujin, edhe shampon pse jo, për më ardhe era mirë, se edhe ai është njeri tek e fundit, apo kupton. Pastaj mështillet, nuk po themi çefinoset në atë kuptimin islam,
po më shtjellët me një qoftë edhe pëlhurat e qefinit, po jo për pjesë të ibadetit, po me mështjell me diçka, se na nuk i veshim xhenazët me tesha, u të mirë nërë që aty frizurën, nuk e diçka. A i shkreti s'ka vesh që si tesha, kur konë gjallë, ta shqo të e blenë ato tesha që kur babës si ka vesh që si tesha. Por e pështjellë, dhe më thonë me një pëlhur, me një diçka që mos mu pa avreti e kështu më radhë, e bartë e qënë të varezat edhe varros. Dhe më thonë, qëllimi është me shti në tokë që me nderu si të vdekur si njeri, ma marrë parasysh fejnë e ti, edhe mos me ngron e gërsinët. Por, nëse ka në qytet ose në atë venin pjesëtar të festi, edhe për shembull ata nuk janë interesua, nuk e din apo e diçka, ti ki drejt me shku mi u thonë, ka dek filani, kjo është i besimit juaj. A do një marrë me varros ju, apo ju? Nëse pranojnë ata, po, vënë marrën e qojnë e varrosin me ato ceremonit e veta, ata kanë përgjegjësinë. Nëse nuk e marrën ose s'ka të festi, atëherë mbetet përgjegjësia mbi akrabat e vet, musliman. Po. A kryer me kaq? Po, Po. Inshallah taala po vazhdojmë pastaj edhe me kapitullin rreth shahidit.